Protesta e kamionistëve ka sjellë bllokimin e qarkullimit të mjeteve të transportit të mallrave në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës në kufi me Maqedoninë e Veriut. Aktualisht asnjë kamion nuk lejohet të hyjë apo të dalë nga territori shqiptar, me përjashtim të mjeteve që transportojnë ilaçe, kafshë të gjalla, municione apo armë, për arsye emergjente dhe sigurie. Ky veprim vjen në kuadër të grevës së përbashkët të kamionistëve nga 4 shtete të Ballkanit: Maqedonia e Veriut, Malizi, Bosnia dhe Hercegovina, si dhe Serbia. Kamionistët protestojnë kundër kufizimeve ditore të qëndrimit dhe qarkullimit në vendet e zonës Schengen, të cilat sipas tyre dëmtojnë rënd aktivitetin dhe të ardhurat e tyre. Në Bashkimin Evropian, për shembull, numri ditëve për vizën Schengen numërohet dhe tani mund të qëndrosh vetëm 130 ditë në vit. Nuk mund të qëndrojnë shoferët më gjatë. Deri tani shkonin pa vizë, ndërsa tani Bashkimi Evropian ka vendosur vizë. Bllokohet edhe transporti. Me këto rregulla nuk mundet më. Shoferët dhe të gjithë transportuesit, pronarët e firmave nuk mund të punojnë. Për shembull, edhe punëdhënësit qëndrojnë të bllokuar dhe nuk mund të vazhdojnë punën. Në Maqedoni ka mjaft firma transporti. Nuk e di saktë tani, por për shembull në Shqip janë rreth 1500 deri në 2000 kamion. Shteti dhe qeveria na mbështet, por duhen marrmasa. Nëse nuk bëhet një gjë e tillë, ngelemi pa bukë në familje. Si pasojë e protestës, në Qafthanë janë krijuar radhë të gjata kamionësh, ndërsa lëvizja e mallrave është pezulluar përkohësisht. Autoritetet kufitare po monitorojnë situatën dhe po zbatojnë masat e sigurisë për të garantuar rendin dhe mbarvajtjen e situatës. Ende nuk ka një njoftim zyrtar se sa do të zgjas protesta, ndërsa pritet një reagim nga autoritetet e vendeve të prekura dhe institucionet e Bashkimit Evropian.